Kryeministri dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka mbledhur grupin parlamentar në prag të nisjes së sesionit të ri të Kuvendit, ku ka kërkuar deputetëve përqendrim maksimal në agjendën e integrimit evropian. Sipas Ramës, ligjet që lidhen me procesin e antarësimit të Bashkimit Evropian duhet të miratohen pa u vënë në diskutim, pavarësisht qëndrimeve kundërshtuese të opozitës apo dilemave që mund të kenë deputetët në veçanti të mazhorancës. Ne kemi lirinë që të negociojmë me Bashkimin Evropian dhe do të ndalem në këtë pikë, por nuk kemi lirinë që pasi negociojmë të diskutojmë. Negociohet me Komisionin, i imponohet qeverisë dhe vjen në parlament. Në momentin kur vjen në parlament, duhet miratuar, jo diskutuar. Sepse që t'i hymë diskutimit të një ligji të tillë, duhet më parë të ridiskutojmë a duam të hymë Bashkimin Evropian apo jo. Kreu i qeverisë ka qenë i prerë në qëndrimet e tij, duke theksuar se Shqipëria nuk mund të ndjek logjikën e vendeve të mëdha të Bashkimit Evropian, si Franca apo Gjermania, të cilët kanë luksin të bllokojnë apo vonojnë vendimarrje. Një vëmendje e veçantë ju kushtua edhe çështjes së sigurisë ushqimore, të cilën Rama e cilësoi si një nga sfidat më të mëdha për integrimin evropian. Betejë kryesore është për sektorin e prodhimit ushqimor, për të gjithë prodhuesit në fshat, për të gjithë sipërmarrjen që përpunon prodhimet ushqimore. Në kushtet e sotme, ne jemi të pa integrueshëm në Bashkimin Evropian për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të sigurisë ushqimore sipas kriteret të Bashkimit Evropian. Dhe edhe në Shqipëri do të funksionojnë kriteret e njëjta, që do të thotë që edhe në Shqipëri ushqimet mund të bllokohen sepse nuk përmbushin kriteret e sigurisë. Dhe pastaj në skenarin më pesimist do të thotë që gjithçka që hahet të importohet, po shkojnë në ekstrem. Kryetari i Parlamentit Niko Peleshi foli për nisjen e punës së mbi ligjin organik i cili mungon deri në tani për funksionimin e Kuvendit, ndërsa Taulant Badha, kreu i grupit parlamentar socialist, theksoi se nuk ka asnjë minutë kohë për të humbur sa i përket reformës zgjedhore dhe territoriale.